Ju frikson fakti që Gjermania tani do armatoset përsëri? Se ju e dini, ju njini një Gjermani tjetër. Unë do të përsëris atë që luftë në Evropë do të ketë po u fut Gjermania në luftë ose po u tërhoq Gjermania. Këta njerëzit të rijet vjetër duhet ta kaptojnë. Historia këtë të regon. Po u fut Gjermania, po s'u fut në luftë, nuk ka luftë në Evropë. Të tjerët nuk bëjnë do luftë pa Gjermaninë. Letë murën si të duhen, letë kënojnë si të kenë qejf. Kjo është historia të tiri. Nuk është ashtu. Po pse? Më fote në pyetje që s'kisha qejf. Do i themi ca gjëra. Se të gjitha luftrat që kanë nisur, nuk i kanë fituar dhe i kanë humur. Prandaj nuk e bëjnë dot. Se kanë atë potencë, kapacitete dhe ashtu. Se Evropa s'ka kuptim pa Gjermaninë. Edhe nuk e kanë ashtu. Gjermanët kanë një 4 karakteristika të veçanta që ne i provuam dhe gjatë luftës, jo tani. Po se po. Para punës ata ishin më të ditur se të gjithë të tjerët. Duke i krahasuar dhe me pomshit kemi afër. Ishin më të ditur, ishin më të përgatitur, më të pajisur, më të disiplinuar, më të vendosur. Ata i kanë dhe sot këto gjëra. Edhe është shumë i të gjithë organizmit ashtu ushtarak të NATO-s në Evropë. Edhe me pajisje, edhe me stërvitje, edhe me gjithë gjërat e tjera. Se unë thashë, duke qenë ushtarak, e kanë studiuar me vëmendje ata.